Një postim i fundit në rrjetet sociale ka mjaftuar për të ndezur aludimet për një krisje në raportin mes Albes dhe Limin. Dyshimet nisën pasi Limi publikoi në Instastory një fotografi me disa trëndafila, duke mos zbuluar se kujt i dedikoheshin, por duke lënë vend për shumë pikë pyetje. Gjesti u interpretua menjëherë nga ndjekësit si një mesazh me nënkuptim, sidomos duke pasur parasysh historinë e tij me Albën. Por reagimi i Albës nuk vonoi dhe ishte mjaft i drejtë për drejtë. Ajo publikoi një mesazh të fortë në rrjetet sociale, që shumë e lexuan si një thumbim të hapur ndaj Limit. Ai s'ka për të lulëzu asnjëherë. Përderisa edhe lulet që mi bëre dhuratë për Shën Valentin shkove i postove sikur ke femër tjetër me foto të vjetër, shkroi ajo, duke lënë të kuptohet se trëndafilat e publikuar nuk ishin as pak për diktë të ri, por një fotografi e vjetër nga koha kur ata ishin bashkë. Ky reagim ka shtuar dyshimet se mes tyre gjërat nuk janë aq të qeta sa mund të dukeshin. Ndjekësit kanë shpërthyer në komente, duke analizuar çdo detaj dhe duke u përpjekur të kuptojnë nëse bëhet fjalë për një ndarje përfundimtare apo thjesht një keqkuptim të momentit. Deri më tani, asnjëri prej tyre nuk ka dhënë një sqarim të drejtë për situatën, duke lënë gjithçka në nivel aludimesh. Megjithatë, një gjë është e sigurt, postimet e fundit kanë mjaftuar për të rikthyer vëmendjen mbi raportin e tyre dhe për të ndezur diskutime të shumta në rrjet. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.